Morea arbërore, toka ky shqiptarët lanë gjuhë, gjak, emër dëhëre kujtes. Morea, emri mesjetar i Peloponezit të sotëm, nuk mund të lexohet vetëm si një hapësirë greke në kuptimin e ngushtë kombëtar modern. Historia e saj është shumë më e ndërlikuar, më e thellë dhe më ballkanike. Para se shtetet moderne të vendosnin kufi, flamuj dhe identitetet zyrtare, Morea ishte një truall ku popullsitë lëviznin, vendoseshin, luftonin, martoheshin, ndërtonin fshatra dhe linin gjurmë në gjuhë, zakone e toponimi. Mes këtyre gjurmëve, ajo arbërore është ndër më të rëndësishme. Që nga mesjeta e vonë, sidomos prej shekujve GI, grupe të mëdha arbërorësh u vendosën në More. Ata njihen në histori si Arvanit, pra shqiptar të vjetër të Greqisë së sotme, që flisnin arbërishten dhe ruajtën për shekuj zakone, këngë, veshje, emra familjar dhe një kulturë të dallueshme nga popullsia greqisht folëse përreth. Prandaj të thuash se Morea ka pasur një shtresë të fuqishme shqiptare arbërore nuk është fantazi nacionaliste, është fakt historik i njohur nga udhëtar, kronika dhe studime mbi popullsinë e Peloponezit. Një dëshmi e rëndësishme vjen edhe nga libri i vitit 1813, Travels in the Morea, Albania, and Other Parts of the Ottoman Empire, i Sapo Queville, ku vetë titulli e vendos Morean dhe Shqipërinë në të njëjtin horizont historik e Osman, ndërsa autori përshkruan gjeografinë, popullsinë, zakonet dhe realitetin politik të kohës. Në tabelën e përmbajtjes, libri trajton veçmas administrimin, karakterin, popullsinë dhe gjendjen ushtarake të Mores, si dhe kapituj të gjerë për Shqipërinë, Epirin dhe shqiptarët arnautët. Morea nuk u bë arbërore vetëm me një pushtim ushtarak. Ajo u bë arbërore përmes vendosjes së njerëzve. Arbërorët zbritën drejt jugut në kohë trazirash, luftërash dhe ndryshimesh politike. Ata u vendosën në fshatra, në zona malore, në fusha bujqësore dhe pranë qendrave strategjike. Me kalimin e kohës, shumë prej tyre u bën pjesë e jetës lokale, por nuk u zhdukën menjëherë në një identitet tjetër. Përkundrazi, për shekuj me radhë, Morea mbajti brenda vetes një popullsi të madhe shqipfolëse. Kjo është arsyeja pse në shumë pjesë të Peloponezit historik hasen gjurmë arvanite, në emra vendesh, në tradita fshatare, në kujtesën gojore, në mbiemra, në këngë dhe në strukturën shoqërore të shumë komuniteteve. Arvanitët nuk ishin të huaj kalimtar. Ata ishin banor. Ishin bujq, barinj, luftëtar, familje, bashkësi të tëra. Në shumë raste, ata u bën edhe forcë ushtarake e rëndësishme në rajon. Edhe Queville, kur flet për shqiptarët, i paraqet si një popull luftarak, të pranishëm në hapësira të ndryshme të perandorisë osmane dhe të njohur si Arnaut. Në indeksin e librit, shqiptarët përmenden si Albanians or Arnauts, ndërsa lidhen me traditën epirote, me karakterin ushtarak dhe me praninë në provinca të ndryshme osmane. Përfshirë edhe Mores ku përmenden gjurmë dhe episode të lidhura me ta. Por duhet thënë qartë, historia nuk fiton peshë kur teprohet. Morea nuk ishte vetëm shqiptare në çdo periudhë. Ajo ishte një hapësirë me shtresa greke, bizantine, slave, latine, osmane dhe arbërore. Por pikërisht këtu qëndron e vërteta e madhe, pa arbërorët, historia e Mores është e paplot. Kush e fshin elementin shqiptar nga Morea, nuk po bën histori, po bën amputim të kujtesës. Arbërorët e Mores ishin pjesë e asaj bote shqiptare që nuk kufizohej vetëm në kufijtë e Shqipërisë së sotme. Arbëria mesjetare nuk ishte një hartë administrative si shtetet moderne. Ajo ishte një botë njerëzish, gjuhë, fisi, zakoni dhe lëvizjeje. Nga Epiri në Atik, nga Beotia në More, nga ishujt e Egjeut deri në Itali, gjurma arbërore ushtri si një rrjet historik që mbijetoi edhe kur emrat politik ndryshuan. Në këtë kuptim, Morea ka qenë edhe tokë arbërore, sepse aty jetuan arbëror, folën arbërisht, luftuan, punuan dhe lanë pasardhës. Ata nuk ishin dekor folklorik i historisë greke. Ishin themel njerëzor i shumë krahinave. Shumë prej tyre më vonë morën pjesë edhe në kryengritjet dhe luftërat që formsuan Greqinë moderne. Ironia historike është se njerëz me rrënja arbërore kontribuan fuqishëm në krijimin e shtetit grek, ndërsa më vonë identiteti i tyre shqiptar shpesh u hesht, u zbe ose u përthit nga narrativa kombëtare greke. Prandaj kur flasim për Mores, nuk flasim për një pretendim të thatë territorial. Flasim për një të drejtë historike të kujtesës. Flasim për faktin se shqiptarët nuk kanë qenë popull periferik në Ballkan. Ata kanë qenë pjesë themelore e tij.
Morea, ashtu si Epiri, Atika, Beotia dhe shumë zona të tjera të Greqisë së sotme, mban në heshtje një histori arbërore që nuk mund të varroset vetëm sepse nuk i përshtatet komoditetit të narrativave moderne. Morea është dëshmi se historia shqiptare nuk ka qenë e vogël. Ajo nuk ka jetuar vetëm brenda maleve të Shqipërisë. Ajo ka zbritur në fusha, ka kaluar dete, ka ndërtuar fshatra, ka mbajtur armë, ka ruajtur gjuhë dhe ka lënë rënje në vende ku sot shumë kush përpiqet ta paraqesë shqiptarin si të ardhur, si të huaj, si të rastësishëm. Jo. Shqiptari në More nuk ishte rastësi. Arbërori në More nuk ishte kalimtar. Arvaniti nuk ishte hije pa emër. Ai ishte njeri I asaj toke. Dhe toka ku jeton një popull për shekuj, ku flet gjuhën e tij, ku varros të parët e tij dhe ku ngrej jetën e tij, nuk mund të quhet e huaj për të. Morea nuk është vetëm një kapitull I historisë greke. Është edhe një kapitull I madh I historisë arbërore. Dhe kush kërkon të kuptojë të vërtetën e Ballkanit, duhet ta pranojë këtë. Aty ku ka pasur arvanit, ka pasur arbëri. Aty ku është folur arbërisht, ka pasur kujtesë shqiptare. Dhe Morea, përpara se të mbyllej në hartat moderne, mbante brenda saj një zemër të fortë arbërore.